Edhe në këtë pjesë do të flasim pak për gjëra më arktuese, do të flasim për muzikë, për një dyshe që është bërë bashkë për një projekt muzikor që lansohet nesër, por që në fakt ne do t'i paraprim sot me detaje për këtë projekt, por edhe për temat e tjera, se më pas në studio Miria, Brohan dhe Benito, natyrisht mund të më foli edhe për shumë çka tjetër. Mirë se erdhët. Faleminderit që jeni këtu. Mirë se je fantastik si gjithmonë, kështu që pas ka marrë mallin me emision të te. Si më dëgju më te, vërtet, si më dëgju më te. Nga rrallë për mall. Rrallë për mall. Pas një debati të zhurmshëm këtu para ca muajsh, Benito mirë se erdhët edhe në Kosovë. Mirë të gjitha. Atëre, përpara se natyrisht flasim për projektin, unë po e nisi me këtë që po tregonte Miria pak një detaj për një shkëputje këtyre DDM-së të nevojshme që në fakt këto kohë të gjitha kërkojnë një shkëputje nga qendra, nga puna, nga përditshmëria, që të pas fatin. Po, domethënë në vikendin që lam pas, isha në fshat, edhe pata një çkyqje prej 4 ditësh kështu. Shkova me familjar, u knaqëm krejt edhe... Qështë kjo shkëputje se se kena përjetu më të? Ishte shkëputje me të të drejten, sepse nuk po dëgjoja lajme, absolutisht televizori ka qenë vetëm i ndezur, po nuk e ka shikua askush. Jemi marrë me oborin, me pranvera tash, po kemi pastru shtëpin, do me thonë edhe kemi telefonat her pasire veç që kom këshyrë, mos po më tret Naimi. Naimi, shikon, Naimi me buën thirë, do me thonë, qka do që jam të bu, unë i duna me stopu, sepse ati duna me ju lajmëru në telefon. Naimit edhe platorit, sidomos. Tash ka rrë edhe tringa, po sidomos Naimit nuk e lopa jo. Naimit i qëndron besnik në gjdo aspekt. Po se Naimi nuk tret bash palidhja, shumë jetës. Benito, Berata, po gjithsesi jam një artistik. Benito. Në Zvicër këto shkëputjet, a ndodhin ndonjëherë ajo? Na i kena thonë drejtën, atje është qitë, edhe politika atje të vjen shpreje. Kuptohemi, politika atje pak e heq. Unë nuk e di si vjen atje, veç kur po vjen punat e zgjedhjet në Kosovë, po vjen shpreje. Ju mërgjimtarët nuk e di. Po se dita shtatjerët, unë për veti ju, nuk jam shumë i krysh me politikë, kum qenë ma herët, po tash jem largu, edhe kështu që jem Na kemi nisë dhe zgjedhjet, i organizojmë qysh ju vini në... Po, ju përshtatin. Ju përshtat. Nise, për te politikës, do të flasim për muzikën. Natyrisht, Miria me një karrierë shumë të gjatë, po ajo që kemi parë është që ju jep shumë hapësirë emrave të rinj në bashkëpunime, ndonë se Berati i ri mbase të bërit muzikë, por shumë i pranishëm s'kem prej shumë vitesh. Dhe pyetja është se si u bët bashkë për të projekt muzikor, ndonë se besoj e keni një orë njëri tjetrin. Benito, fjala për ty. Po, edhe në që shamer, na tash ka 7 vite që më hinë muzikë edhe këmë po disa bashkëpunime me këngëtar tonë edhe solo, edhe u konë shumë mirë, u pritë shumë mirë, se dhe ma në Shqipëri ti e di para shumë jam shumë mirë pritur. Edhe kër e bënim këtë projekt, ona është me një fjallë, doja me ditë kush mundet më konë bashkëpunëtori a jame ma e mira në këtë projekt. Se është ritmike, verore, ka një energji të mirë. Po, ata shërgjia do të në ndimoj edhe me fotografi edhe me video. Edhe të e menu ishim edhe menova, thash, Miria, thash, ishkon dona pej matë mira që kishë mujtë refrenin të pakten me mbush ato që e dojshim na. Edhe thiri Naimi, si Naimi mo, që një që pej 2000 se një Naimi, se në kom qenë edhe valtari Miri e brohës. Po, pra ne e thash që e një tjetër shumë. Kena, jëmë konë disa spotet Miri e si valtar me koreografit ndryshme, edhe në emisionet ndryshme. Edhe thira Naimi, në tha Naimi Berat, tha s'ko asë një problem, së thanin heq, flas me Mirin, dërgona tha demon të ngojmë që Miria të din a është okej. Pse jo Naimi e Miria? Pse jo Naimi jo Miria? Ja, fakt, s'ka pas refren për Naimin. Nuk është atë, është Saj rohë s'pat dhe Naimi. Edhe Miria e ka dëgju demon, i ka vëlqy, edhe me njëherë nuk ka hezitu asë me shtin dyshim këtë më abet edhe më ka thonë po ke jemi edhe shumë korekte si Miria mo me njërë 3-4 vjetë karrierë muzikore u shku e ka realizu e ka incizu në studio. Po, shkojmë tani me fotografi që se ka shumë gjyra edhe realisht shihet që është një projekt që do t'jellë një energji të mirë, Miria. Po, është projekti këgja voluminaz edhe me tonë të drejten do doja ta falenderoja Beniton i cili kështu që në start më ka paramendu mu në momentin kur është bë via melodike edhe tekste, edhe mu më ka ardhë si një ëmbëlsirë me një qërshi në majet të ëmbëlsirës, sepse nuk është isha pregadit për me sjell kaq shpejt një projekt të ri edhe kaq veror,
Kështu që duke ju falenderu Benitos edhe stafit, ekipës që e kanë realizu krejt këtë projekt, unë e kum pas të gatsh me terenin, edhe vi që kum dal kamerës për para, ose i kum dal mikrofonit për para, e kam këndu pjesën time, që më ka pëlqy shumë edhe pjesa e Benitos, është kam shumë e bukur. Po, ndo një detaj që dëshironi me zbulu para se të dalë nesër, kënga është ritmika, po jo, nuk e di, titulli, bashkëpunëtore, çka të që ju e shenit nevojshme? Titulli këngës është dashni, po në vërtet nuk kjo dashnia që jena në thuna me vujtë gjëra, po është... Mi prej venat jo? Po, është një dashni... Po me kërcyme dhe. Pozitive, një dashni energjike, edhe, po, me kërcyme knoq, verore, me përjetu verën ma ndryshe, është një instrumental, një muzikë që ka bo Kico shumë të mirë, tekstin e ka shku Big Basta, edhe po i falenderona edhe këtu të të në emision, edhe që adeshta këtu më takon mu falenderu, Miria tha e falenderoj Beniton, po unë e falenderoj Mirin shumë që ka pranu më kom pjesë këti projekti, jam shumë i lumtur që Miria e broha projektimin, edhe pjesë e albumit tam, sepse kjo këngë do jetë në albumin tam, kështu që Miri të falenderoj unë e ty në këtë rast. Falenderit ty, po mos të harrojmë i falenderu edhe ekipën e projektit videoklipit, sepse kam bo një punë të jashtëzakonshme dhe është punu në mënyrën më të mirë të mundshme dhe më profesionalisht të mundshme. Do me thonë një projekt shumë i finalizuar, shumë profesionalizëm brenda saj, që unë e adhuroj profesionalizmin, sepse vetë mundona me qenë sa më profesionale në çdo aspekt. Kështu që ka shku karrierë gjithçka mirë, kështu që duke ju falenderu mas pari Big Bastës, i cili e ka bu tekstin edhe vin melodike, pastaj Kicos që e ka bu orkestrimin e këngës, është ingjizu në studion e tij. Do me thonë gjithçka karrierë tepër bukur, kështu që me një energji të mirë. Unë lumturona Amer. Po, pak nga fotografit vetë do të po vret energjia. Unë lumturona kur i shoh gjeneratat e reja, aq pozitiv edhe me atë energji, adrenalin të bukur profesionalizmi duke e vu në pa kështu që dhe këtu duhet të qëndroj Mirje, sepse e thashë edhe në fillim që me gjithë karrierën dhe e dime që këngëtarët të cilët kanë disa vite në muzikë janë më të rezervuar kur vije punat e bashkëpunimit, sidomos me emra të ri. E shohim të kundërtën tek ti, do të thotë që ti ke qenë e hapur për emra të ri, për t'ju dhënë shtytje, për t'i promovuar, që është shumë e rëndësishme për ta. Ndoshta ata që nuk merren në muzikë nuk e dinë, po në thelb është shumë e rëndësishme. Pse kjo çështje? Pse ke vendosur këtë çështje ta kesh ndaj artistëve të rinj? Shiko, edhe unë edhe Naimi njemi që ju përkrahim shumë gjeneratat e reja, këngëtarët e rinj, artistët në përgjithësi, do me thonë edhe në Odan, e kanë hapësirën e vetë, do me thonë që ja kemi kriju edhe unë edhe Naimi, edhe kështu jemi të prirur, jemi të gatuar në këtë mënyrë, edhe unë edhe Naimi, me i përkrah të rinjët në... A i një shgënjër ndonjë? A ka pas mos mirë njohja? Jo. Unë e kum pas edhe bashkëpunime edhe me Shemin e Ndjerë, Shemin e Ilër, do me thonë, që janë ndër vitet e bukrat karrierës time, do me thonë, me super artist, kështu që kjo nuk do të thotë që mos me bashkëpunu me këngëtarë të ri si që është Benito, ose të tjerë, kështu që jo, unë mundona profesionalisht me kry punën time në mënyrën më të mirë të mundshme dhe qelësi i kretë kësana do të kanga me qenë shumë e mirë. Në momentin kër kanga është shumë e mirë, unë nuk hezitoj edhe nuk ve pikpytje, do me thonë. Dhe besoj që Benito në këtë pjesë pak mundet me na folë. E di që në tavolina je shumë i sinqert, po besoj edhe në intervistë do t'jesh në këtë pjesën që pavarësisht bashkëpunimeve si vallëtar, si grup që e keni pasur, tani kur ti je në muzikë, duke bërë këngë, duke krijuar këngë, bashkëpunime ke pasur shumë, kanë qenë shumë të suksesshme, është ai me Sony Mala i shembull, dhe madje para disa ditësh e pashë këngët tua vazhdojnë me qenë në top listën zyrtare të Top Channel shembull, që është me 100 këngët më të votuara. Si qasen artistët, këngëtarët që kanë një përvojë ndaj ofertave për bashkëpunime? Okej, kemi një rast konkret Miri e Braën që e dim se si e ka qasjen dhe mbështetjen që e jep, por të tjerët. Po dhe me Sonin kom shumë momente të mira dhe Soni ka qenë njëra prej atyre që e kom njoft si vallëtar edhe kena pas kontakt edhe me herët. Edhe kur ja kom dërgu Sonit projektin, edhe ajo ka pranu me shumë qef edhe kena vendos shumë shpejt, kena bo brana një mujt ka përfundu si projekt, gjithashtu edhe Big Basta, edhe ajo është një shok shumë i mirë edhe ato e kom njoft. Po super artist i mirë, po nuk do më thonë Amer tash, shiko, projekti muzikor bëhet në këtë mënyrë, nuk do këtë projekt kur e kom bo, nuk e kom menu që në këtë projekt mundet më knu dikush tjetër. Projektin kër e bëj, une, po flasë për veti, e bëj në atë mënyrën që kush mundet më konë, nuk do më thonë më konë një këngëtare që është në top lista në vendet e para, po shumë enë, ku e di une, po në këtë projekt, une personalisht e kom po Miri e Braën.
Edhe unë e kom thirr Kicën i kom thonë që në qetë projekt veç Miria e Bra mundet me mbyll më të mirën. Po Miria ka mujt mos me pranu. Kështu që po flasim për idenë se si çasen artistët që kanë përvojë. A janë kaq të gatshëm? Kena njerëz si Miria e Bra, ha? Kena njerëz si Naima Bazi, Soni, Bigu e shumë tjerë. Kam edhe shumë tjerë bashkëpunime që s'du me zbulu. Atë ka thënë jo dikush, atë ka thënë jo dikush. Po. Kanë lyp. Po do në emrat e? Menaxherat kanë lyp edhe lek. Tash nuk të në detajeve. Ama menaxherat janë probleme, nuk janë këngëtar. Nuk janë këngëtar. Nuk janë këngëtar. Këto do me sqaru. Menaxherat cilët i menaxhojnë këngëtarët është problemi. Se menaxheri don veç me shtrydh lek kudo që mundet. Kështu që na kena bo marrëveshje me këngëtar si shok, e kena lënë demon veç me incizu, me shkru, kurse menaxheri ka ndërhyrë dhe ka thonë jo, nuk bën kështu, po duhet të paktën çto kushte mi plotsu, edhe mune me... Po, e dëgjojmë shpesh se që realisht Mirja më vipja menaxhera se so vetë këngëtarët edhe vetë emrat që kanë krijuar me punë. Po shiko, edhe këta këngëtarët e rinj që janë me menaxhera e kanë bo formulën ose matematikën, domethënë edhe... Jo, që mund të quhet nëse... Naimin, po, muj me qujtë edhe si menaxher të karrierës ime, sepse të dytë kemi punu bashk, po edhe kemi menaxhu të dytë bashk. Po nuk është që kemi pas një farë kriteri vetëm kështu dhe pik, kështu që kemi pas edhe momente kur kemi qenë edhe tolerant, edhe kemi pas parasysh fillestarët, do me thonë, mjallë gjatë një dorë për ta të reqë, për ta avu në pjedestale, kështu me rallë, kështu që nuk i kemi shiku na vetëm lekët, nuk jemi për atëne që vetëm me lekë. As nuk ka në shprejë, këtë drejtën, kërë kom thirë Naimin, as nuk ka në shprejë mua betë muhim, as muhim këtë mua betë. I njojmë shumë mirë, kështë që asë që diskutohet kja. Përmanda albumin, kur do tjeta, ka plan, kur do dalë, dhe me pas edhe Miria për projekte tjera. Edhe kalëm disa tema tjera. Amer, dëgjo, 12 këngë i kom në album. 12 këngë, po, 4 demo i kom të gatshme, me Mirin vetëm e përfundum, nese do të lansojmë, kom edhe disa bashkëpunime me... Nese në ora 1. Në ora 1 do të lansojmë, edhe shpresoj që kom i pëlqy krejtve, se është këngë për gjitha gjeneratat, nuk është vetëm për këtë moshën e reja, po moshën e mesme, po për gjitha gjeneratat, edhe teksti është shumë i mirë, se s'ka asgjë specifike që mu lëndua ku e dion, është tekst energjit mirë. Shpresoj që në fund vitit të lansoj albumin, po këtë lansoj, kena me bo një partit mirë, që je i thirëm, këtu, në Tiranë, je i thirëm ti, gjithçysh, po të ftoj tash, Miria s'vjen shprej, Miria nuk duna me thirë, kjo vjen vetë, kështu që... Nuk e di jam le menaxheri, përa. A o të me menaxhera? Këtë me menaxhera. Mirien, a ke stafi po pyta, a është edhe stafi i ftumë? I Kosova Live. Këtë të shtatë që jeni të ftumë. Producente. Voj nuk gati, datën s'pedim, po edhe pse më mirë kish me qenë në Zvitër me shku, po. Në Zvitër të lashe pak. Po luci pak. Mirien, qka do të ketë, edhe e kam një pyetje shumë konkrete për ty për muzikën tash që po ndodh. Po, a ka fillimisht një projekt tjetër që pret me lansu pas këtij bashkëpunimi? Po. Do të thoni, kam edhe 2-3 këngë të reja, të cilat pritet veç me hyrë në studio me incizu edhe pastaj me i shoqëru me videoklip. Por duk kamelon këtë videoklip një herë këtë këngë me marë frymë. Me qarkullu. Po, me qarkullu, kështë që urej me zamër të pëlqejët, si që na ka pëlqy edhe neve, kush ka pas rastin edhe knaqësin me dëgju. Kjo do t'jetë e ardhëmja. Mirje, kom dëgjuar shumë në këta muaj, realisht që muzika për momentin është në një lloj kaosja. Njerëzit, pavarësisht muzikës ritmike, muzikës moderne, duan këngë të mira, duan këngë me vlera, duan këngë me tekste kështu me radha, që besoj e dëgjon shumë shpesh. Pak me na shpigu këtë që sa i vështirë është bërë ky tregu muzikuar, se besoj që shumë ta drejtojnë këtë pyetjen dhe mund ta bëj edhe unë. Pse sot për shembull nuk ka një këngë sikur Shtëpia ime, që ishte balada jashtëzakonshme nga ti, pse sot nuk ka një këngë të tillë? Unë e di që ka ndryshuar rrethanat, por realisht sa është bërë vështira për të ardhur të këto këngë. Por edhe shija është stërhollu, do me thonë kjo fryma e re e prurjeve të artistëve të ri, do me thonë e ka bu një farë disbalancë i kështu mes atyre këngëve të forta, të mëdha që pa problem mundesh me jam syet në i festivali, do me thonë. Ti nuk je shtëpia ime, saktësisht titulli i këngës që... Po, ti nuk je shtëpia ime, po. Por mendoj që gjithçka shkon me kohën edhe... Po për shembull, ti pavarësisht ndryshimeve, si një këngëtare me përvojë, a je vazhdimisht në kërkim të këngëve të tilla?
Shiko, unë e thash edhe më herët, për mu ka rëndësi kanga me qenë mirë. Në momentin kur mu më pëlqen kanga dhe mendoj që është e gatume, e marume për vokal time, atëherë nuk hezitoj me marë edhe me lansu, me këndu. Nga një herë ndodhë që jo e pret masa ashtu qysh e paramendoj one, ose e parashikoj, qysh më pëlqen mu nuk i pëlqen masës, po kjo në një farë mënyrën për mu prap nuk paraqet edhe në një farë problemi. Pse? Sepse unë në karrierën time vendosë gurë në murë. Dhe mbetet që karriera ime po pasurohet me këngë të bukra. Tani masa do i pranon ma me volum, do i pranon pak ma më ndryshe. Kështu që do me thonë një lloj disbalanci ekziston, por edhe ka ekzistu. Do me thonë nuk është që ka ekzistu edhe më herët. Se shiko, kur është lansu kënga Shtëpia ime, ka qenë një këngë shumë e bukur krejt mirë, po nuk është që i ka ty rekordet. E kuptan? Ka qenë kënga Ma ka dal që ka qenë këngë e cila është plotësu vesti numër në album. Dhe sot e kësaj ditë e kërkohet. Më mirë, po. Ka shku më mirë, do me thonë. Krejtë më varet se si e pranon masa, do me thonë, kjo nuk më varet prej artistit. Së e kumë pa që është bërë shumë virale kënga dhe videoklipi që është një qendër tregtare, se titulli së më kujtohet për momentin. Kamera në dashuri. Kjo është e mira TikTokut. Po brej, shumë interesante, po është edhe unë më doli një ditë, shumë interesant flok të shkurta, videoklip në të qendra tregtare të Rrugës për Lipjan, tash nuk e dia ekziston ala ajo, por të rrjetet sociale që të punë e kanë, dhe por i kthehen ka njerë. Unë po mendoj që në disa momente ka mungesë të prurjeve të forta. A ka mungesë edhe të ideve, Mihri? Edhe të ideve. Do me thonë, të prurjeve të forta, sepse po kthehet masa të këngët e viteve të më parshme. Kështu që diçka një farë boshti është ka sillet, po që ka krejt konkretisht nuk, jo, une nuk jam të e marrëvesh. Një pyetje dhe më pas në diçka tjetër të flasim të dy palët. Një artist të ri, një emër të ri që ti e dëgjon për momente dhe që e ke një simpati. Kush është? Një emër. Një emër? Po. Që dëgjoj. Artist i ri? Po. I ri, do të jo gjeneratës tuaj, aja që janë inkuadruar më vonë në muzikë. Une jam në një lloj faze që nuk është që po dëgjoj shumë muzikë në kohën, për këtë periudhën në të cilën ndodhemi, po çfarë do lloj këngë e bukur që më del në radio, apo kupton? E dëgjoj me vëmendje edhe me kënaqësi, edhe do me thonë jap poena të mira. Por që kam një Dafi, një Taj, një Elvan, një po flasëm për këtyre emrave. Janë këngëtarët kategorisë parë dhe që normal që i dëgjoj. Po nuk është që kam një farë top liste edhe si të futem në makinë me vu play listën, kështu që jo. A ka, Berat, dhe edhe Mirja më pas përgjigjet, realisht, a ka një luftë të brendshme mes gjeneratave në muzikë? Po, mërë që s'ka. Luft të krejt. Kush po e mbizotron dhe kush po e shkakton më shumë? Për mu, personalisht, TikToku po e shkatron. Po e shkatron, sepse përshohem sot shumë tekste pa vlerë, shumë muzika pa vlerë, s'po thëmë këngëtar pa vlerë, se përderisa o dikushe e dëgjon dikushe, është ka diçka. E ka vlerën e vetë. E ka vlerën e vetë, po TikToku po i shkatron shumë. TikToku po e shkatron shumë muzikën. Se për shembull ti muzikë po bëhet për TikTok, për ata pak sekonda. Po na jena prezent rrjetet sociale edhe i kena çdo njeri nga ne, edhe ki po shumë sane, shumë këngë që ndoshta s'ja vlen, janë super hit në TikTok. Ama shtrohet pyetja sa jetë gjate janë. Po, nuk janë. E kupton? Nuk janë. Po, se këtu është Këtu është thelbi i diskutimit, a? Jo, unë mendoj pikë pyetja. Ah, okay. E këngës të suksesshme, domethënë këtu është, sepse në TikTok vez për një periudhë të caktuar dhe pastaj për një moment zhduket edhe harohet, sikur kur e kap pluri. Kështu që janë këngët tjera për shembull që nuk mbaren prej TikTokut, por janë këngë të mëdha që tash që ti mundesh pa problem jam sy edhe çfarë do lloj festivalit edhe ndërkombëtar. E kupton se janë këngë të mëdha dhe janë me shumë art brenda. Edhe çka ka një të mirë për shembull TikToku, siç thati Miria Konga Miris. Po që është bërë që u rikthehen, po. Kjo ka një të mirë se po rikthehet, rikthehen Mirin me një këngë para 20 vjetë, edhe gjeneratat e reja po njoftohen me Miri e Brahen kur ka bo këngë para 20 vjetë, kur s'ka qenë as Instagram, as Facebook, as një televizion e kena pa gjithën edhe
Ato videoklipe në televizion i kam pru me videokaseta të vogla. Mirjem, kjo lufta ekziston mes gjeneratave në muzikë? Unë nuk e ndjej. Nuk e ndjej? Jo, nuk e ndjej. Vërtet? Nuk e ndjej. Shiko, unë edhe diri sa po prisni me hy në studio këtu të këti, ishim duke pirë kafe me Beniton, edhe bisedonim karjerën time, do me thonë, ta shëm falni për jo modestin, por kur në jetën time nuk më ka ndodhë me folë për rikthimin, sepse gjithmonë kam qenë në stad. Po dhe s'ke pauzuar, s'ke pauzuar asnjëherë, që kam qenë gjithmonë duke punu në projekte e sipër. Kështu që unë mendoj që famën që e kam arrit ndër vite e kam bajt profesionalisht mjaft mirë. Më falni për jo modestin, për më smeton shumë mirë. Dhe kur së më ka ndodhë, i thash Benitos edhe tu pi kafe, që kur në jetën time s'kom folë për rikthimin. Do me thonë, unë kam qenë në pjedestal dhe mbetëm aty. Dhe në luftën nuk e ndjej. Nuk e ndjej sepse unë kam vazhdu me punu dhe vazhdoj të punoj për të qenë aty ku e kam vendin. Dhe luftën knej, anash edhe poshtë, nuk e ndjej. Por është. Nuk mu i me thonë që sështë. Po unë nuk e ndjej, nuk e shoh. Benito, po të pëlqen Sony në Fermavip? Po nuk e që jëmë të këshyrë, po në Instagram e kom Sonin edhe për cilë Sony është fenomenali është. Është kërcentare e mirë. E kompletuar, me ka gjitha e ka. Edhe është pak në trend, rrinë në trend, edhe pse është një mosh pak, por rrinë në trend, rrinë gjithmonë një. Me këta që ke bashkëpunuti në muzikë, kanë hyrë në këto reality show. Duke që radhën e ka mirëja tash. Pas bashkëpunimet. Nështë a e në dhe bashkë nuk dhjetë. Big Basta ishte, Sony është tash. Big Basta ishte dhe fitoj. Edhe fitoj. Ka fituar Big Basta vetë, kështu që mirëja konsideroje. Mirjem, e di që pyesin shumë shpesh për këtë pjesë, po sa po i ndjekë dhe po ta bëj pyetjen sepse vazhdojnë të jenë këto reality show trenda, ka një lloj tendence që ndoshta publikisht njerëzit të thonë që nuk e shikoj dhe nuk e kuptoj pse, dhe në ndërkohë janë shikues të rregullta, se e dim që këto reality show tek e fundit e paraqesin dhe po na sjellin një realitet në cilin ne jetojmë, tani më në ekran. Apo i përcjell, çka po të pëlqen, kush po të pëlqen edhe këtë çastin që edhe amrat që kanë një bagazh goxha tashmë po bëhen pjesë të tyre. Po, qika, nuk muj me thonë që si përcjelle, por nuk është edhe që i përcjelle non-stop sepse i kom punët e mija dhe nuk më premton koha me qenë qa që regullt, por mendoj që janë projekte të mira për t'i parë, sepse njeriu duhet me marë shambullin se si duhet me qenë, ose si nuk duhet me qenë. Do me thonë, për i këtyne reality show, njeriu duhet me marë të miran, kurse jo të keqen, sepse ka edhe debate që si avlen me i dëgju, po ka edhe gjërat të bukra dhe të mira që ti mundesh mi marë si shambull me i apliku në jetë dhe i hynë në punë dikujt. Ne di që nga Tirana ekskluzivisht kanë ardhur për ty, edhe për Naimin këto, pse deri sot nuk është pranuar një ftesë? Edhe nëse mund ta them, pse ky ka munguar ky guxim, nëse ka qenë mungesë guximi ose ka pas gjëra të tjera që nuk i keni konsideruar për atë moment? Nuk është që kemi kohë të mjaftueshme për me i stopu të gjitha aktivitetet tona që i kemi, do me thonë impenimet që i kemi ndër ditë, javë dhe muaj, për me shku me u fut, me u mbyll për 3 muaj ditë në cilin do shtëpi, në VIP Ferm apo në Big Brother, sepse kemi pas në ftesë edhe për Big Brother, VIP Kosova, edhe të Shqipëris, por edhe të VIP Ferma. Por unë jam adhuruse e këtyne reality show, por nuk e provu me Naimin, sepse thirrja dhe insistimi... Kemi qenë afër në ndonjë prej tyre për me hyrë? Jo afër, po presioni që na u ka bo, do me thonë, i ftesës, i thirrjes, ka qenë deri në qatë pikë, sa që na ka vu pak në pikpytje, a mujmë me i stopu, me lanë në pauzë punët tona për me u fut në VIP Ferm apo jo, atëre e kuptum që nuk mujnë me u fut edhe nuk... Po në të vetëm njëre? Apo se keni konsideruar? Jo, asë njëre. Jo, asë njëre. Unë e pa Naimin si shahi, unë e pa Naimin si shahi, sepse Naimi është ai showmeni që ndez debate edhe bën batuta. Kurse unë jam ma njeri që nuk bëj batuta, po edhe debatet, nëse i kam debatet forta.
kam një farë karakteri që jam pak më ndryshe. Pa naimin une, për veti nuk besoj që kisha mujt me funksionu. Nuk e di që kisha dalë tek masa. E pak ai guximi, sepse ne e kuptojmë që kur emrat të njohur kanë një bagazh, kanë se çka të humbin realisht, dhe ne po në rastin shembull, jo që ka humbur diçka, por gjithsesi Jonida Majliqi që ishte në një moment vetëm më dosi të largoj, duke ndjerë edhe presionin, dhe vazhdimisht e kishte thënë që nuk është e lehtë të bësh pjesë e këtyre formateve. Duke i pa kolegët tua tashmë, në këtë rast edhe fenomenin e momentit që është Moza gjithandej, si po duken dhe kush po të pëlqen? Moza po më pëlqen, edhe me thënë të drejtën një artiste si që është Moza, në fillim nuk është që më ka bu përshtypje dhe nuk ka mendu që ajo do të bëhet kaq virale dhe do të mirë pritet prej masës në përgjithësi, por ajo është ngritur, ka bagazh, do me thonë eksperienca e saj, mosha e saj, do me thonë të bënë për me admiru. Dhe po më pëlqen që nuk po ka debatet zhak për toke, do me thonë janë debatet nivelit më të lartë, edhe vit firma si vjetë është më ndryshe, bile edhe më ndryshe se debatet e Big Brotherit, do me thonë ka dalim ko gjatë madhë. Nuk e di... Në këtë rast për mos me mjaftu firmave, Behrati e ka dhe një shok tjetër në Big Brother, vetë që është mirë, që finalja është shtunën, dhe po e shoh që natyrisht si shok i ka dhënë një mbështetje një përkraje, kush po eviton Bigun e Shqipërisë? Unë mendoj që është mirë me... O, fol, bre. është mirë me fitu Selin, se një vajzë 23 vjeçare, aqere, e kompletuar dhe e pregaditur mirë, inteligjente gjithashtu, dhe me debatet forta dhe me shumë, që me thonë, në ngjarje që ka i ka ndodhur rreth asaj, i ka të kalu në mënyrën më të mirë të mundshme, mendoj që ajo e meriton, edhe për shkak moshës që e ka, që është aqere, modeli mirë për gjeneratat e reja, kurse të VIP firma kom qef me fitu Mimoza, sepse i takon një gjeneratës tjetër, dhe është krejt dalimi madh mes Selin që është knejk në këtë format, dhe modeli tjetër, do me thonë, ban edhe kjo, kuptoj logjikën, po për tasën krejt diçka tjetër tani e Moza. Ban edhe kjo, do me thonë, dy kategori krejtë ndryshme me mosh. Këto janë fituesit për ty, po. Po, për mu. Mirë nëse e ke po, nëse nuk e ke një me natyrisht, ta pak me aqë sa ke mujtë me përcjellë, si shok. Po, adin që mirë është, te unë pak më ndryshe, na jena që të kundërt këtu në këtë rast. Ona këtë qikën Selinën nuk kom dëgju ndonjëherë për to, apo ku e di, ona tash Big Brother për një qa është, kush është, unë nuk kom po një gjë që se ndoshta edhe që nuk e përcjell shumë, ama Miri, për menimin tam, jo veç o shok jam, po Miri është një këngëtar me vlera shumë të mëdha, si Gro West Side Family kanë ekzistu, kena dëgju këngët e tyne, edhe më ka duk njeri ma i pjekum, po tash loja mrana, e keq kuptojnë ana kanë e lojnë mrana. Sa ajo një loj, ti duhet me lujt. Po, është sfidë në vetëm. E keq kuptojnë, edhe pe kritikojnë dikon që me një gjithë shumë vogël e kritikojnë, i gjuhëm gjithë, jo që shabere. Pra thua që Miri është kritikuar padrejtësisht në këto muaj? Po, unë menoj kështu, se mrana është lojt, kuptomi, është Big Brother, është një loj, asë gjithë tjetër. Pas Big Brother ta gjithë bashkë i ke. Okej. Miri, edhe një koment të dua për një prej vajzave nga Kosova që u paragjykua shumë në momentin kur përfarsoi vendin në një konkurs bukurie dhe Brikena, dhe në një format të tillë tregoj shumë, tregoj diçka tjetër. Po, unë s'kam qenë dakord me daljen e Sana, do të thonë, ajo e ka meritu finalen. Po, absolutisht po. Edhe për Rogertin se ka meritu finalen, kështu që e kisha ndru Brikenën me... Ka pëlqy Brikena? Brikena lidhja dhe me Mateo në raportin. Po, më ka pëlqy Brikena, ka pas momente kur u mëna isha mi thonë bre, a veden bën qështo, mos bën qështo. Si për shembull një rast me lidhje me Mateon apo në përgjithësi? Po, me raport me Mateon, edhe duke pati portokallia pastaj që marrën si... Imitime dhe nga po. Si model për ta
imituar dhe u mundoj isha pak ka shumë për shpis mi kallzu, po si do të qoftë ka qenë shumë e mirë dhe model i mirë. Dhe si Po fund. ka qenë edhe kë shëndritje që më ka pëlqyer. Shkoj deri në gjysmën finale, kështu që Kosova ka qenë mirë e përfaqësuar si vjet në Big Brother. Se Fund e ke gjithë mirë. edhe ky debat, ja, finalja pa dikën nga Kosova, nuk e di. A je në këtë debat apo jo? Nuk jam në këtë debat. Jo. S'paraqet. Nuk paraqet se nuk e shikoj, do me thonë shtëndari, adi ndamje. Kosovë, Shqipni nuk... Dhe fundit fare. Hajde. Apo zgjedhet presidenti apo përshkojmë zgjedhje. Alla me qëto zgjidhje na kanë lodhë në ne, edhe në dy bashkë le të bojnë kondojnë se bashkë shumë interesane e që kom qitë trunin në rafsh edhe si jam të engarku vetën me politikë se mos them që na kanë bu nervoz. Ti, unë mundemi mos me ngarku, po kur shkojmë aty për naftën, kur shkojmë të ato çmimet, Po, aty po pagujnë. i shohim çka po ndodh me vend. Po, është e vërtet që i shohim, po çka me bo, jemi pjesë e kësaj shoqërie. Okej. Berat, çka po të diaspora? Mirë, Berat, Në orë për zgjidhje. Në orë për zgjedhje. Gjithë presidenti. Okej. Unë ju falenderoj shumë që erdhët. Në radhën e parë ju dëshiroj shumë suksese me Shumë faleminderit. projektin dhe uroj që ajo energjia që e shfaqet edhe këtu. E kemi parën në fotografi të ndikoj që të ketë edhe një sukses kënga. Faleminderit edhe për gatishmërinë për këto temat virale të diskutuar gjithandej për të dhënë nga një koment. Jeni të lirë në fund, çka do që e ndjenit nevojshme. Nesër shikoja një videoklipin, është një projekt shumë fantastik, kështu që uroj të ecë mirë. Faleminderit edhe ty se gjithmonë je pranesh, edhe për në me çdo projekt që kam je gjithmonë ai që je kam përkrasin nga fillimi. Pa tjetër që po këtu jemi për çka do mirëje, nuk e di nëse konsiderohet e realizueshme intervista me ty, me shku dikon edhe mos me të pyet për tringën, nuk po të shoh gjithandej duke Po. vol për tringën si kundër që edhe tringa natyrisht duke le të themi një vëmendje në rrjetet sociale nga të dyja palët. Nuk dini ju edhe nuk sheni asgjë çka bojmë na edhe sa bukur e kalojmë Çka na. bëni miri? Gjithçka të mirë, e të bukur dhe njerëzore. Do me thonë, gjithçka e bukur na shkon mirë edhe shumë dashni, shumë respekt. Do me thonë, gjithçka e bukur është Hajde një gjë të fundit po. tuaja publikisht tringës nëse po na shikon në këto momente. Tringës veç vazhdo kështu zamër sepse je e mrekullueshme dhe nuk kam kur gjo për të shtu ose në i kërkes për ta thonë ty Ta dham live kudo nëse që ka. t'jesh, jo. Unë ju falenderoj edhe një. Faleminderit Faleminderit tek edhe Natsi. juve.